Roli i Ministrisë së Ekonomisë në sektorin e energjisë. Mandati. Ministria e Ekonomisë udhëheq dhe zhvillon politikat e sektorit të energjisë, duke synuar ndërtimin e një sistemi modern, konkurrues dhe të qëndrueshëm, thelbësor për zhvillimin ekonomik dhe sigurinë e Kosovës. Përgjegjësitë strategjike dhe ligjore. Përmes një kornize të qëndrueshme strategjike dhe ligjore, Ministria e Ekonomisë balancon sigurinë e furnizimit, rritjen ekonomike dhe mbrojtjen e mjedisit, duke u mbështetur në praktikat evropiane për hapjen e tregut dhe integrimin e Kosovës në tregjet rajonale të energjisë. Tranzicioni energjetik dhe energjia e ripërtëritshme. Që nga viti 2021 në Kosovë janë funksionalizuar 232 MW kapacitete të reja të energjisë së ripërtëritshme nga era, dielli, uji dhe biomasa, duke kontribuar në tranzicionin energjetik të vendit. Zhvillimi i kapaciteteve të reja gjeneruese. Përfundimi me sukses i ankondit të parë diellor prej 100 MW në vitin 2024 shënon një hap historik drejt prodhimit konkurrues të energjisë së ripërtëritshme dhe tërheqjes së investimeve private në Kosovë. Pas suksesit me ankondin diellor, Ministria e Ekonomisë ka filluar edhe ankondin e parë për energjinë e erës me kapacitet deri në 100 MW. Po ashtu, në funksion të dekarbonizimit të sektorit të energjisë, janë planifikuar projekte strategjike shtesë, përfshirë projektin Solar for Kosovo të Korporatës Energjetike të Kosovës me kapacitete diellore prej 100 MW. Siguria dhe fleksibiliteti i sistemit energjetik. Siguria e sistemit energjetik dhe furnizimi i qëndrueshëm me energji, që nga viti 2021 po rritet në vijimësi si rezultati i investimeve nga aktorët e sektorit të energjisë. Një projekt kyç për stabilitetin e sistemit elektroenergjik është projekti për ruajtjen e energjisë përmes baterive me kapacitet 170 MW, i zbatuar në kuadër të programit kompakt të sfidave të mijëvjeçarit. Paralelisht, përmes investimeve strategjike në KEK, është modernizuar njësia B2 e termocentralit Kosova B, duke shtuar 35 MW kapacitet prodhues, zgjatur jetëgjatësinë për 20 vjet dhe duke ulur ndotjen. Gjatë këtij viti pritet modernizimi i njësisë B1, ndërsa rehabilitimi i planifikuar i njësisë A3 do të forcojë më tej sistemin energjetik të vendit. Eficienca e energjisë dhe mbështetja për qytetarët. Eficienca e energjisë është një komponent i rëndësishëm i tranzicionit energjetik me fokus në termoizolimin e ndërtesave dhe zëvendësimin e pajisjeve të vjetra me pajisje eficiente. Këto masa kanë sjellë kursime mesatare afërsisht 15 deri në 25% në faturat e energjisë për familjet dhe bizneset. Përmes subvencionimit të sistemeve solare, pajisjeve eficiente dhe masave të eficiencës në ndërtesa, po ulet konsumi i energjisë dhe po forcohet siguria energjetike afatgjatë e vendit. Koordinimi dhe integrimi evropian. Si nënshkruese e Traktatit të Komunitetit të Energjisë, Kosova ka harmonizuar kornizën ligjore, strategjike dhe programore me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe me objektivat e agjendës së gjelbër, duke ndërtuar themelët për një sektor energjetik të qëndrueshëm, të sigurt dhe të integruar në tregun evropian. Prioritetet e ardhshme. 3 prioritetet kryesore të Ministrisë së Ekonomisë janë: zhvillimi i energjisë së ripërtëritshme dhe rritja e eficiencës, integrimi dhe liberalizimi i tregut të energjisë në përputhje me tregjet rajonale dhe të Bashkimit Evropian, si dhe forcimi i sigurisë dhe fleksibilitetit të sistemit energjetik përmes gjenerimit, transmetimit dhe ruajtjes së energjisë.